Një cistern gjigande karburantesh mbërriti paraditën e djeshme në portin e Durrësit. Ajo është porositur nga një kompani karburantesh dhe do të instalohet në parkun energjetik të Porto Romanos. Transporti i saj nga porti detar deri në Porto Romano u klasifikua si transport i vështirësisë së lartë për vetëpërmasat dhe peshën që kishte depozita. Ndaj u kontraktua një kompanie huaj e specializuar për të tilla transporte. Për herë të parë në vendin tonë u përdor një pajisje transporti e telekomanduar. Transporti i cisternës nisi në mesnatë dhe në fillim autoritetet portuale u detyruan të çmontonin portën hyrëse për të mundësuar daljen e saj në rrugë. Subjekti që ka në pronë depozitën gjigante kishte njoftuar Bashkinë e Durrësit dhe Keshin për këtë transport. Në këto kushte, këto institucione morën masa dhe shkëputën kablot elektrike dhe ato të dekorit të qytetit për t'i ruajtur nga dëmtimi. Ndërkohë që kompanitë e internetit, ato të telefonive private dhe televizionet kablore nuk ishin në dieni për kalimin e pajisjes gjigande, duke pësuar dëme të mëdha, sepse kablot e tyre, të cilat kalonin nga një ranë e rrugës në anën tjetër, u këputën të gjitha.